Bujqësia dhe blegtoria në Mirdit pritet të përfitojnë mbështetje të drejtë për drejtë nga sipërmarrjet italiane të këtij sektori të rajonit të Kalabrisë. Ky partneritet dypalësh është arritur nga Bashkia Mirdit në bashkëpunim me dhomën e tregtisë dhe industrisë në Tiranë. Iniciativa u prezantua përmes një takimi informues të zhvilluar në Rëshen, ku morën pjesë fermer, blegtor dhe sipërmarrës lokal, të cilët u njohën me planin e bashkëpunimit, i cili përfshin ndihmë teknike dhe akses në tregjet ndërkombëtare për prodhimet vendore. Në Mirdit ndodhet shpirti i arbërisë, prandaj jo vetëm njerëzit që bëjnë diferencën, por edhe territori është shumë i ngjashëm me arbërin ton, kështu që kemi të njëjtat male, të njëjtat kodra, të njëjtat rrjedha ujore, një klimë të butë. Pra, fizionomia e territorit përputhet në mënyrë perfekte me atë tonon, ndaj dhe kemi zgjedhur këtë zonë. Por, shtoj se natyrisht mbështetja e zinxhirit ton të prodhimit nuk do të jetë vetëm një mbështetje teknike, natyrisht do të ketë aftësi, njohuri, profesionist në dispozicion për të gjithë krijimin e këtij projekti, por do të jetë gjithashtu një mbështetje ekonomike dhe e tregut, sepse të gjitha prodhimet që do të realizohen në këtë projekt të ri do të shpërndahen në të gjitha kanalet dhe tek klientët që kemi sot në përbot, sepse projekti ka për qëllim të vlerësojë një arbëri të mirë në Mirdit. Kryetari i Bashkisë Mirdit, Albert Melyshi, u shpreh se ky është një hap konkret drejt zhvillimit rural, me të cilin e kanë të lidhur jetesën shumë familje. Krijojmë një brand tonin të Mirditës edhe në të gjithë Europën, pse jo dhe botën. Në këtë mënyrë, mirditorët angazhohen të prodhojnë, dhe kompanitë arbëreshe të mund të jenë pare që janë ata të cilët marrin lëndën e parë, dhe kështu bëjmë një kooperacion të përbashkët për të prodhuar dhe patjetër që kjo jep pastaj Mirditës një nivel tjetër zhvillimit ekonomik. Kjo është mundësia që pse jo ta nxisim të zhvillohet dhe të krijojë burim ekonomik për familjet mirditore. Fermer dhe blegtor thonë se mungesa infrastrukturës ujitëse dhe subvencioneve të pakta janë shqetësim për ta, duke ndikuar negativisht në zhvillimin e këtij sektori. Në Mirdit janë 6.300 hektar tokë, e cila vetëm 100 hektar punohen. Ka kjo nuk ka si rrjedhoj e shpërnguljes së njerëzve. Tani ka ardhur momenti dhe koha që në Mirdit të thomi jo stop investimeve në qytet, po të zvoglohet i çik investimet në qytet dhe të zhvillohet fshati. Ne mirditorë si fermer që jam si mu të rrim tu, kur s'ka mungon infrastruktura rrugore, mungon infrastruktura e vaditjes, mungon subvencionet. Prandaj duhet mbështetja e Ministrisë së Bujqësisë, AZBR-s, që të bashkangjiten këtij kooperacioni që po ndërtojmë. Mirdita ka rreth 5.400 hektar tokë bujqësore, por vetëm 10% e saj është aktualisht në përdorim. Ndërkohë, numri i bagëtive të imta dhe gjedhëve ka rënë ndjeshëm gjatë viteve të fundit, çka tregon nevojën për një ndërhyrje të strukturuar dhe të qëndrueshme.